Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Hiqni qimet e fytyrës brenda natës për gjithmonë. Kjo recetë do ju befasoj. Përparësia e kësaj përzierje është sepse përgatitet shpejt. Shumica e femrave heqin të zditë të ullirit me qimet mbi buzën e sipërme. Femrat e lindjes së afërme me shekuj e përdorin këtë përzierje, mirë po tashmë, një kohë është duke u përdorur edhe në Amerikë. Përbërja e saj është tërësisht natyrale, mirë po, pos që eliminon qimet, ka edhe veprim qetësues. Nëse ju janë bërë monotone, dylli apo shiritat e depilimi apo preparatet kimike, është koha që ju të provoni këtë metodë natyrale të eliminimit të qimeve me ndihmën e maskës nga mjalti, qullitër, shërës dhe njëkohësisht limoni. Përparësia e kësaj përzierje është që përgatitet shpejt, ndërkaq nuk do t'ju djegë sepse nuk përmban asgjë kimike. Plotësisht natyrale dhe njëkohësisht pa dhimbje, mirë po më e mira nga të gjithë është që vërtet jep rezultate. Përbërësit e nevojshëm për këtë përzierje janë 2 lug mjalt, 1 lug qulltër shëre, 2 lug lëng limoni. Përgatitja: të gjithë përbërësit ju duhet që t'i përzjeni mirë derisa të përfitoni një masë homogjene dhe fërkojeni me të vendet në fytyrë ku dëshironi që të eliminoni qimet. Fërkojeni atë butësisht duke kryer lëvizje rrethore. Përbërjen lëreni të qëndroj për plot 15 minuta dhe më pas shpëlajeni në fytyrën tuaj. Ndërkohë, nga ana tjetër, duhet të dini se pasi ta keni aplikuar këtë maskë, e mira që ju mund të bëni është që të aplikoni një krem hidratues në mënyrë që lëkura juaj të jetë tërësisht të kuruar. Procedurën përsëriteni 2 deri në 3 herë në javë për të arritur rezultate optimale. Në afat prej të paktën një muaji, qimet tuaja do të zhduken tërësisht. Këto janë maskat të cilat përgatiten në shtëpi për depilimin e qimeve në fytyrë. Qimet në fytyrë janë një problem të cilin e kanë një pjesë e mirë e njerëzve. Shkaqet janë të ndryshme, si për shembull çrregullimet hormonale. Shpeshherë depilimet shkaktojnë irritime, puçra me infeksion dhe skuqje të lëkurës. Për të shmangur këto irritime, ne ju rekomandojmë që ju të përdorni këto maska tërësisht natyrale, të cilat do ta bëjnë lëkurën tuaj që të jetë më e lëmuar. Këto lloje maskash ju mund t'i përgatisni në shtëpi tuaja pa shumë produkte. Do t'ju duhet një e bardhë veze. Në një pjatë ju duhet të ndani të bardhën nga e verdha e vezës. Me anë të një furçe e shpërndajmë të bardhën e vezës në fytyrë. Menjëherë pas kësaj, vendosni mbi të bardhën e vezës në fytyrë një pecetë fare të hollë. Mund ta vendosni në të gjithë fytyrën tuaj ose në pjesët ku ju keni qime të padëshiruara. E lyejmë pecetën sërish me të bardhën e vezës duke përdorur një furçë ose gishta tuaj. Si për shtresës së dytë së bardhës së vezës, vendosim sërish një tjetër pecetë të hollë, e lëm të bardhën e vezës që të ftohet. Më pas fillojmë që ta heqim ngadalë pecetën e tharë. Bashkë me to do të ikin edhe qimet. Maska me sheqer dhe mjalt. Për këtë maskë juve do t'ju duhet 1 lugë gjelle sheqer, kafë ose të bardhë, 1 lugë gjelle mjalt, 1 lugë gjelle ujë, një tas i cili duron nxehtësinë e mikrovalës, një spatullë ose shkop akulloreje dhe disa copa në formë shiritash. Vendoseni që të gjithë përbërësit në një enë e cila duron nxehtësinë. Vendoseni enën në mikrovalë ose në një ngrose të çfarëdoshme. Përzjeni përbërësit për rreth 30 deri në 35 sekonda derisa përzierja të fillojë të fluskojë dhe të kthehet në ngjyrë kafe. Largoheni enën nga nxehtësia dhe lëreni përzierjen që të ftohet pak sa të mos ju djegë lëkurën, pra të jetë ngrohtë por jo e nxehtë.
Merrni pak nga dylli i ngrohtë me anë të një spatule dhe vendosni atë në zonën ku ju ndjeni qimet. Gjithashtu, sipas ekspertëve, merrni një copë në formë shiriti dhe vendoseni mbi zonën e lyer me dyll. Duke e sheshuar atë me anë të gishtave ushtroni pak presion mbi copën, duke e sheshuar me lëvizje sipas drejtimit të rritjes së qimeve. Më pas tërhiqeni copën me ngadalë në drejtimin e kundërt të rritjes së qimeve. Përsëriteni të njëjtin proces derisa qimet e padëshiruara të jenë larguar nga fytyra juaj. Maska me shafran indie. Shafrani indisë gjithashtu mund të përdoret i vetëm ose i kombinuar me përbërës të tjerë për heqjen e qimeve të fytyrës. Ai ka veti antibakteriale dhe parandalon infeksionet e lëkurës. Merrni 2 lugë çaj shafran indie dhe përzjeni atë me ujë për të bërë një pastë hollë. Shpërndajeni përzierjen në fytyrë dhe lëreni për 10 deri në 15 minuta. Pasi maska të jetë tharë, fshiheni me një copë pak të lagur duke e lëvizur copën në drejtimin e rritjes së qimeve. Ju duhet që ta përdorni këtë maskë rregullisht për disa javë derisa qimet e fytyrës tuaj të jenë larguar plotësisht një herë për gjithmonë. Ndërkohë, nga ana tjetër, ne këtu do t'ju tregojmë se si të eliminoni qimet në fytyrën tuaj pa shkuar tek estetistja. Një nga gjërat më të bezdishme për femrat janë pikërisht qimet e fytyrës, por akoma më të bezdishme janë pikërisht ato metodat e dhimbshme të cilat ne i përdorim për t'i hequr ato. Nëpërmjet këtyre mënyrave torturuese si piskatorja, depilimi me pe, strisha e dyllit apo depilimi me sheqer, të gjitha do të doni t'i jepni fund një herë e mirë këtij problemi. Edhe pse i keni provuar me 10 maska, kremra depiluese e të tjerë, qimet mbi buzë duket sikur nuk lëvizin fare nga vendi. Por, megjithatë, ka plot metoda të tjera natyrale të cilat ndihmojnë në heqjen e tyre. Maska me kafe dhe njëkohësisht me sodë buke. Ideja e kombinimit të kafes me sodën e bukës nuk do të entuziazmonte as pak njeri nëse do të kërkohej që ta hanit apo ta pinit, por nuk është e njëjta gjë për fytyrën tuaj. Kjo maskë e veçantë është ndër më efektive, sidomos kur bëhet fjalë për eliminimin e pushit dhe qimeve të padëshiruara në fytyrë. Në një enë, ju duhet që të shtoni 2 lugë gjelle kafe pluhur, 1 lugë çaj me sodë buke dhe 1 lugë gjelle me ujë. Përzijeni mirë derisa të krijohet një masë trashë e cila në pamje të parë ngjan skrabi të lëkurës. Hapeni në zonë mbi buzë me kujdes dhe pasi të veprojë për disa minuta, filloni ta hiqni atë me anë të një spatule në anën e kundërt të qimeve. Pasi ju të lani fytyrën do të vini re ndryshimet e para. Mjafton që ta përdorni 2 apo 3 herë në javë dhe qimet tuaja do të zhduken plotësisht. Maska me miell mistri dhe vezë. Me siguri keni dëgjuar për recetën klasike me sheqer dhe të bardhë vezë që përdorin mamat dhe gjyshet, por na besoni që kjo maskë është ajo që ju kërkoni prej kohësh. Përveç se eliminon qimet me gjithë rrënjë, shërben edhe si një skrap natyral që heq qelizat e vdekura dhe i jep lëkurës tuaj gjithashtu një ndjenjë freskie. Në një enë qelçi, ju duhet që të shtoni të paktën një kokër vezë dhe më pas merreni atë me pirun duke e rrahur, duke shtuar 2 lugë gjelle miell mistri dhe përzjeni derisa të formohet një masë homogjene. Po ashtu përdoreni mbi buzë dhe lëreni për pak minuta. Më pas hiqeni nga lëkura me anë të masazheve rrethore. Kur të lani fytyrën do të vini re se maska ka funksionuar vërtet. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.